Përshëndetje. Ky objekti që tani shikoni është ura e shejt. Kështu quhet, paktën unë kështu e njoh. Nëse ka në emër tjetër, të lutem ma thuani. Ja sfigova më përpara në videon tjetër që fola për kanjonin këtu, se këto balkonat janë tepër të rëndësishëm për sigurinë të gjithë atyre që vizitojnë këtë vend. Kjo është harku që shihet këtu nga ana perëndimore e urës së shejt. Shikoni sa bukur duket u i poshtë, në ndërkohë i keni restorantet sipër atje. Është një vend fantastik për të kaluar një fundjavë, një mesditë të bukur ose një mbasditë të bukur me familjen. Keni ata rosakat aty poshtë që po lahen, po kënaqen. Siç e shikoni, kjo urë është e përforcuar me këtë harkun e betonit këtu. Unë kam kaluar me mira herë mbi këtë urë në jetën time, me mjetet e vogla, por mbi gjitha me mjetet e rënda deri në 80 tona. Me makineri të ngarkuar. Kjo është një tabelë informuese për investimet që janë bërë këtu te ura e shejt dhe kanjoni. Kjo një tjetër tabelë që afër rrugës ju tregon se ku po kaloni. Kjo është një pamje nga perëndimi drejt jugut. Kjo është një tjetër pamje nga kjo pjesë tu. Kjo pjesa e kanjonit që sapo ja tregova. Atje një fëmijë ka kalon urën te Betjane. Kjo tani pjesa ose pamja në ana jugore, atje Prizreni. Shikoni çfarë atmosferë është këtu poshtë. Një vend ku mund të vini dhe mund të kaloni ku me familjen tuaj. Te ura e shejt këtu në. Si që shikoni, këto barierat këtu tani, sa po janë ndërtuar para disa kohë, sepse janë prishur nga veturat të cilat kanë ardhur shpejt, nuk e kanë kuptuar që këtu ngushtohet rruga për rreth 1 metër, edhe në ardhe i kanë godit. Madje ka pasur dhe të vdekur. Rasti më i freskët i prishjes barierave të urës është këtu, si që shikoni. Pak para disa kohë ka ndodhur, ja atje në disa pjesë të veturës. Këtu kur kaloni në këtë urë, duhet t'jeni super të kujdesshëm kur kaloni, sepse ngushtohet në atë pjesën atje, edhe ndonjëherë mjetet vinë në shpejtësinë jo të dur. Prandaj është një vend i cili ka rreziqet e veta. Kjo është një pjesë tani, ose ky pozicioni këtu, është një pjesë se si shifet ura, një pjesë e mirë harkut. Kuptohet nga kjo pjesë nuk shihet ujë poshtë. Si të shoh shihet se si kalojnë mjetet. Këtu keni një parking. Për ata që ndalojnë këtu, thjesht për ta shiu pamjen për pak kohë, ose për pak minuta. Këtu tani jam poshtë urës. Dhe u parkova, sepse du mi javë tregu pjesën poshtë, se si duket. Mendoj që në këtë vend kemi qenë të gjithë ne të cilët, sidomos mas luftë, kemi rritur në Kosovë, për shkak sepse në ato ekskursionet e famshme të shkollave, kjo ka qenë një ndër pikat ku kemi nalu edhe kemi shiu pamjen, ose si monument që kemi vizitu. Kjo është pjesa e lumit Dren tani. Tani për shkak se diellin pothuaj se kemi në pjesën ballore, nuk i shikojmë pamjet mirë. Të paktën unë nuk vrej shumë që apo filmoj, por si do qoftë. Kjo është atmosfera këta i poshtë.
Shka mjelmat atje sa të bukura që jenë. Të në qebaptore të syla. Kjo është ndoshta pjesa më e bukur ose pamje më e bukur e kësaj pjese. Edhe pse si thash në këtë momente nuk e kam diellin e favorin tim. Por ja. Ky është Drini. Vazhdon kështu në drejtim të Shqipërisë. I kalon disa hidrocentrale, pastaj derdhet në Adriatik. Por jo pa kaluar në urësh në shenjt këtu. Që shikoni atje tutje ka mjellmat e tjera, të cilat sigurisht që pas janë ushqyer me shumë dashuri nga njerëzit e pranishëm këtu, siç është rasti këtyre këtu. Pastaj e kanë shkuar të pushojnë. Atje. Shikoni se sa njerëz ka në këtë pjesë. Sigurisht që pemët janë një ndër gjërat më të rëndësishme të natyrës, edhe këtu nuk mungojnë, vetëm shikojnë. Erozioni. Sigurisht që gjatë këtij fillim vitin janar ka pasur goxha vërshime. Shikoni sa forcë ka ujë. Se si i shpërvesh shkëmbit komplet. Ky tipi këtu është e boj sy gjumë. U knas. S'ka ma knasi se sa të hash një vakt të mirë, pastaj t'i drejtohesh diellit edhe të bësh i sy gjumë. Ja, sa bukur. Okej. Unë vetëm mund t'ju përshëndes, si thash, shumë nga ne të cilët jemi rritur këtu në Kosovë, sidomos pas lufte. Është e pamundur të mos kemi qenë këtej me një ekskursion shkolle. Për të gjithë ju që ju ka marrë malli marrë këtej, edhe nëse nuk jeni banor të zonës, që unë jem banor i Dashanit, po sot kalova këtej. Ju pata premtu vajzave dhe nusës që do t'i bini dhe këtej dhe ja që erdhëm. Tani është koha me bo piknik. Ciao, ciao, faleminderit shumë. Kaloni bukur.